Masa e parandalimit shumë efektive në parandalimin e zjarrit për mos ketë përhapje, sepse na ndihmon shumë dhe neve si stacion që të vim afër jush. Prandaj edhe paralajmërimi i parë duhet të jetë nga turistët që shënojmë membrat që i kemi aty. Sinjali i parë është shumë i rëndësishëm. Bashkëpunimi që ka qenë shumë i mirë me zonën tuaj, me administrimin Lumas, është shumë i mirë në krahasim me ato të tjera. Jeni për të falendëruar. Po desha të thosha një gjë, ka dalë një urdhër nga ministri që ndezja e zjarrit pa pavarësisht se shtuar masi e gjobës është bërë edhe me penalitet, me vepër penale me burg. Kështu që ne duhet të përhapim këtë frym sot edhe tek ta kolegët dhe te bashkëtarët e tjerë që ta parandalojmë ndezjen e zjarrit, kujdes kur i disni ato vatrat e vogla dhe ikni, domethënë pa i fikur largojeni, neglizhoni, ato mund të marrin si barut nga poshtë. Ju dini shumë mirë se janë pemët, ato pishat nga poshtë që marrin si dalin. Dhe e rëndësishmja është që këto numra që folëm të kontaktit të jenë vigjilent në rast se mos na udhëfshin kur po do na duhen.